Sulmet hibride në vendin ton vinë nga shtetet e jashtme. Kjo konstatua në debatin e sotëm të organizuar nga organizata civil me temë Navigatori i demokracisë. Një nga panelistët e këtij debati, Xhabir Deralla, tha se kjo punëtori mbahet pikërisht disa ditë para mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, me qëllim që mbrojtja e demokracisë të jetë në nivelin e duhur. Ние знаеме дека хибридните закани доаѓаат и од надвор, и од регионот, меѓутоа и од центри, авторитарни центри како што се Москва. Ne e dim se sulmet hibride vinë edhe nga jashtë, edhe nga rajoni, por edhe nga qendra autoritare siç është Moska dhe qendra tjera në Europë dhe botë. Ata kanë po ashtu edhe bashkëpunëtorët e tyre lokal, para se gjithashtu në strukturat politike, në biznese, media, si dhe në sektor civil. Patjetër duhet të jemi të sinqertë dhe të përmendim burimet e degradimit të demokracisë. Ligjet ekzistojnë, ata duhet vetëm të harmonizohen me rregulloren europiane dhe e dyta është që ata të respektohen dhe të mos ketë dënim dhe të mos ketë njerëz që nuk mund t'i prek as dënimi, as ligji, as publiku. E dini, ata janë njerëzit që kanë kontroll të mirë në para dhe media. Panelistja tjetër e këtij debati, Diana Tahiri, tha se ky debat po mbahet me qëllim para zgjedhjeve, sepse e dim se për të dëmtuar proceset demokratike, pikërisht në këto periudha rriten edhe lajmet e rrejshme dhe sulmet hibride. Tani jemi neve në prag të raundit të dytë të zgjedhjeve, raundi i parë ndodhi jemi në mes të zgjedhjeve. Dhe ne e dim se në fushat zgjedhore, edhe para asaj fushate, edhe gjatë zgjedhjeve, atëherë rriten edhe ato sulmet ose tentimet për t'i shkatruar ose përgjysmuar proceset demokratike. Dhe kjo është një pjesë e asaj që ne punojmë tani. Debati i sotëm në mbrojtje të demokracisë dhe mbrojtja nga sulmet hibride apo lajmet e rrejshme po realizohet në Tetov pas debatit të mbajtur në Shtyp, ndërsa përkrahet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Federale të Gjermanisë.